Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal akibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, Asta'idhu billah, bismillahir rahmanir rahim, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhalleshanuhu, Zotit të botrave, vetëm atë e adhurojmë, vetëm atë e falënderojmë, vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi mësuesin e njerëzimit, mbi pishtarin ndriçues, birin e Abdullahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur rrugën e tij dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të respektuara nëna dhe motra, ju përshëndesim me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe mirësitë Allahu xhaleshanuhu qofshin gjithmonë me ne. Jemi në muajin e bekuar të muajit të Ramazanit, jemi në muajin e rëndësishëm, muajin e Kur'anit, jemi në muajin më të vlefshëm brenda vitit, muajin e agjerimit të Ramazanit. Andaj në këtë muaj shfrytëzojmë rastin që të aurojmë muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur të madhin Allah që Allahu xhalleshanuhu agjerimin ton Allahu të na pranon. Të nderuar teleshikues, jemi në muajin më të vlefshëm, muajin e Ramazanit. Në këtë muaj do të mundohena që drejtohen a juve me disa porosi, me disa këshilla dhe me disa mesazhe nga zemra. Ashtu si na ka mësuar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për sot kam ndajtur disa porosi, disa mesazhe nga zemra, një temë shumë e rëndësishme, një temë e cila është shoqërore, një temë e cila ka të bëjë me njerëzit, me bashkëpunimin mes tyre, me afërsinë në mes tyre. Tema e sotit e ka emrin njerëzit dhe veprat më të dashura te Allahu xhaleshanuhu. Dhe për këtë mësmiri na u shpërgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur një ditë e kam pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, cilët janë njerëzit dhe cilat janë veprat më të mira të Allahu xhaleshanuhu. Dhe kjo është zatën edhe jeta jonë se si duhet besimtari, si duhet muslimani ta quajë jetën në këtë botë, si duhet të bashkëpunohet me njerëzit në këtë botë, si duhet të shoqërohet në këtë botë. Edhe pikërisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kam pyetur: o i dërguari i Allahut, cili është njeri më i dashur te Allahu xhaleshanuhu? Jo të jetë i dashur, po më i dashur te Allahu xhaleshanuhu. Dhe i dërguari i Allahut: ja Resul Allah, men ahabbu an-nasi ila Allah. Do të cila është puna më e mirë apo cilat janë njerëzit më të dashur te Allahu xhaleshanuhu? Dhe e dita pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kam pyetur: dhe cilat janë punët më të dashura te Allahu xhaleshanuhu? Ma huwa al-ahabbu al-a'mali ila Allah. I dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është përgjigjur: ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Njerëzit më të dashur te Allahu xhaleshanuhu janë ata të cilët ju bëjnë dobi njerëzve. Njerëzit më të dashur te Allahu xhaleshanuhu janë ata të cilët janë të afërt me njerëzit. Njerëzit më të dashur te Allahu xhaleshanuhu janë ata të cilët ju sjellin dobi njerëzve. Dhe pjeqa e ditë kur e kam pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e cilët janë punët më të mira
te Allahu xhaleshanhu. I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se ne kemi shumë punë të mira në këtë botë, të cilët i afrohemi si rob të Allahu xhaleshanhu. Dhe besimtari muslimani kur ta more këtë epitet të jetë robi Allahu xhaleshanhu, është një vlerë dhe është një peshë shumë e madhe te Allahu xhaleshanhu. Dhe për ta dhënë përgjigjen i dërguari Allahut na ka mësuar dhe na ka treguar. Puna e parë që muslimani që të jetë prej atyre të cilët i bën veprat më të mira te Allahu xhaleshanhu, i ka numruar disa. Mirë po ne për shkak të kohës do t'i numrojmë vetëm disa. E para, sururun tudkhiluhu ala kalbi muslim. Prej punëve më të mira që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është disponimi dhe gëzimi që e sjell muslimani besimtari te muslimani tjetër. Që do të thotë se i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka treguar duke na thënë: El muslimu men salima el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman i vërtet është ai i cili nga dora dhe gjuha e tij ju sjellin dobi edhe të tjerëve. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar pika e ditë për punëve më të mira, për veprave më të mira që i bën besimtari në këtë botë, që i don Allahu xhaleshanu, është wa takshifu anhu kurbatan, me ja largu dikujt një breng, me ja largu dikujt një hall, me i qëndru besimtarit afër, me i thënë fjalë të mira. Nëse jo me i thonë fjalë të mira, spaku mos me e pengu. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk është musliman i vërtet ai cili nuk ja don vëllau të vet atë që e dëshiron për vetvete. Nëse ti don të jesh mirë në këtë botë, të njëjtën gjë t'ja duash edhe vëllaut tënd. Nëse ti don të jesh i rahatshëm në këtë botë, të njëjtën gjë t'ja duash edhe vëllau tjetër besimtar. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu na ka mësuar: El muslimu akhun muslim. Muslimani është vëlla i muslimanit. La yadhlimuhum, nuk i bën pa drejtësi atij, nuk i hen dorhak atij, nuk e ka inat atë, nuk e xhelozon atë, nuk i bën pa drejtësi zullum në jetën e tij të përditshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu na ka mësuar duke na thënë se ne si besimtar, si musliman, duhet gjithmonë të qëndrojmë afër vëllaut të vet, për shkak se këto janë porosi profetike të pejgamberit ton të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për punëve tjera që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te dita i dërguari Allahut na ka thënë: Kush ja largon besimtarit një hall, një breng në këtë botë, Allahu xhaleshanuhu ja largon brengat e atit në ditën kur do dalim përpara Allahut në ditën e gjykimit. Që do të thotë se besimtari nëse ja largon një hall, një shqetësim apo një breng në këtë botë, Allahu xhaleshanuhu ka me ta largu një breng, një hall, një shqetësim kur do dalim përpara Allahut në ditën e gjykimit. Dhe pika e tretë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar: Eu tatrudu anhu ju'an, me ja largu dikujt urin, me i qëndru afër edhe në aspekt të ushqimit vëllau të vet. Qoftë ata të cilët janë të pasur, qoftë edhe ata të cilët janë të varfër. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar: Nuk është prej radhëve tona ai i cili në mbrëmje shkon në shtrat për të fjetur dhe ai është i ngopur, kurse nga ana tjetër vëllau i tij besimtar është i uritur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej punëve të para që i ka bërë në momentin kur u shpërngul prej Mekës në Medinë ka qenë këto këshilla dhe këto porosi: Ejuhen nas, o ju njerëz,
it'amu ta'am, jepnu ushqim njerëzve, jepnu bukë njerëzve në mënyrë të veçantë. Tash jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, kur besimtarët duhet të solidarizohen, besimtarët duhet të jenë human, besimtari duhet të jetë bujar, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar duke na thënë nëpërmes Kur'anit, librit të Allahu xhalla shanuhu, wa amma as-sa'ila fala tanhar, dhe fukaran mos e përbus, fukaran mos e nënçmo. Nëse ke t'i japish diçka, jepi. Nëse nuk ke diçka, me i dhën spaku, me i thënë fjalë të mira. Dhe fjala e mirë është sadaka, ashtu si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pika tjetër me radh e katërta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar u taqdhi anhu deynan, me i ndihmu dikujt me e lajt borxhin, me i qëndru afër dikujt i cili në aspekt ekonomik nuk është në gjendje të mirë, dhe ti nëse je në aspekt ekonomik je në gjendje të mirë, duhet me i ndihmu vllau tënd besimtar, për shkak se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë prej atyre i cili ka marrur borxh. Mirë po, kur të marrim borxh të marrim me karar, kur të marrim borxh të marrim, më thonë, duke qenë të vetëdijshëm se duhet ta kthejmë borxhin. Mirë po, nëse u ndihmojmë, ajo është një porosi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka mësuar se një hadith të pejgamberit të Allahut në ditën e gjykimit, kur besimtari do dalë përpara Allahut, nuk do t'i ketë veprat e mira, nuk do t'i ketë hesapet e mira. Kur do të maten veprat e tij në kantar, në mizan, nuk do të qëndrohet hesapi aq i mirë për besimtarin. Mirë po, ki besimtar i cili si kanë qëndruar veprat e mira, padyshim se llogaria dhe hesapi në fund duhet të dënohet. Mirë po, ki ka qenë prej atyre besimtarve i cili ka patur një hobi, ka patur një veti, ka patur një cilësi dhe u ka ndihmuar njerëzve, u ka dhënë borxh njerëzve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se ky njeri thot do të shpërblehet në ditën e gjykimit me xhenet. E çfarë cilësie ka patur ky besimtar? Çfarë cilësie ka patur ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Dhe çfarë mesazhi na jep ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Thot, në momentin kur ka erdhur koha për ta marrur borxhin, e ka quar atë sekretarin e tij, këshilltarin e tij, që ta marrë borxhin, dhe i ka thonë, tash ka erdhur koha, shko dhe libva borxhin. Nëse nuk i kanë gjendjen e mirë, t'u ashti shafatin e borxhit. Nëse nuk e kanë gjendjen e mirë, t'u afalish komplet. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, ti besimtari, ti ke qëndruar i mirë me njerëzit në këtë botë, dhe unë do të jem i mirë me ti në ditën kur do dalim përpara Allahut, ku ne do të kemi nevojë për mëshirën, për rahmetin e Allahut xhalla shanuhu. Po ashtu do të tregoj edhe një ngjarje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë një sahab kishte qenë i sëmur dhe nuk kishte dalur në xhami. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte vërejtur mos prezencën e tij. Dhe në atë moment kur e kishte vërejtur mos prezencën e tij, i kishte pyetur sahabët, ku është e filani? Ato i kishte thonë, o i dërguar i Allahut, ai ishte i sëmur dhe në atë gjendje të sëmur kishte ndruar jetë. Atëherë i dërguar i Allahut kishte pyetur, mos vallë, para se me ndruar jetë, kishte lënë dëni porosi, dëni këshill. Edhe atëherë ai kishte lënë 3 këshilla shumë të rëndësishme, mirë po sahabët nuk e kishin kuptuar këtë porosi dhe këtë këshill që e kishte lënë ky sahab në momentin para se me ndruar jetë. Ai kishte thënë 3 fjalë shumë të vlefshme, sikur të ishte më shpesh, sikur të ishte e re dhe sikur të ishte e kompletuar. Dhe këto porosi sahabët nuk i kishin kuptuar. E atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kishte sqaruar. Thot, sikur të ish më shpesh, një ditë
Ky sahab duke shkuar për në xhami e kishte takuar një të verbër, një njeri i cili kishte humbur shikimin. Dhe nga mëshira dhe rahmeti për atë të verbërin e kapën për dore dita e xuma dhe e çon në xhami. Dhe në momentin para se me ndruar jetë, i vjen shpërblimi, i paraqitet shpërblimi nga ana Allahu xhaleshanuhu për veprën që e ka bu, që i ka ndihmuar një të verbëri në ditën e xuma për me e çuar në xhami. Edhe për atë arsye tha, asi kur të ishte më shpesh për ta bu një vepër të tillë. Dhe e dita, asi kur të ish më e re, një ditë acari, një ditë dimri i ftohtë, duke shkuar për në xhami, e takova një të varfër, i cili ishte duke mërdhifur, i cili në atë gjendje, domethënë të dimrit, ishte në gjendje shumë të rëndë, dhe une i kisha di palto me veti. Njëna ishte e re dhe tjetra ishte e vjetër. Dhe unë duke pa në atë gjendje e nxora teshën e vjetër dhe atë rejën e mbajta për vete dhe ja dhash atij të fukaraje, atij i cili është në gjendje shumë të rëndë dhe i ndihmova. Dhe në momentin para se me ndruar jetë, Allahu xhaleshanuhu ja tregoi shpërblimin që e ka bu ndaj atij fukaraje dhe tha, asi kur të ja kisha dhënë atë më të rejen, asi kur të ishte më e re. Dhe e treta, një ditë duke qëndruar me familjen, ishte koha e ushqimit e drekës dhe duke e servuar ushqimin pa pritmas, vjen dikush dhe troket në derë dhe kërkon ushqim, një fukara. Dhe ne me familjen, me nënën, me bashorten, duke qëndruar në tavolinë, duke qëndruar në tryez, dhe kur e pam në atë gjendje fukaran i cili kërkonte për t'i dhënë ushqim, dhe ne ja dham një pjesë të asaj buke që kishte qëndruar në tavolinën tonë, dhe në momentin para se me ndruar jetë, Allahu xhaleshanuhu ja tregon shpërblimin e asaj vepre që ja ka dhënë një pjesë të bukës, dhe tha, asi kur të ishte e kompletuar. Andaj vëllezër, të nderuar teleshikues, të nderuar ju të cilët po na ndiqni, e lutim Allahun xhaleshanuhu që agjërimin ton Allahu xhaleshanuhu të na pranon. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të na bën pjesëtar të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot, men sama ramadanen imanen wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kush arrin muajin e shenjtë Ramazanit dhe e agjeron muajin e shenjtë Ramazanit me bindje të plot, me iman të paluhatshëm, Allahu xhaleshanuhu do t'ia falet të gjitha gabimet e kaluara. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.